Përpara se të fillojmë këtë histori që do t'ju trondit thellë, dua t'ju bëj një pyetje që do t'ju ndjek gjatë gjithë videos. Çfarë do të bënit ju nëse do të humbisnit fëmijën tuaj për 30 vite? A mendoni se një zemër nëne mund të pushojë së rrahuri edhe për një sekond gjatë këtyre 3 dekadave? A mendoni se gjaku harron? A ka një lidhje që as koha, as distanca, as harresa nuk mund ta shkëpus? Shkruani në komente çfarë mendoni ju. A është e mundur që pas 30 vitesh ndarje, një zemër të njohë tjetrën? Sepse historia që do të dëgjoni sot nuk është thjesht një histori, është një testament i fuqisë së dashurisë prindërore, një udhtim në përdhimbjen më të thellë njerëzore, edhe një mrekulli që do ta bëjë edhe zemrën më të fortë të dridhet. Qëndroni deri në fund, sepse çdo fjalë këtu është e mbushur me lot, shpresë dhe një të vërtetë që do t'ju ndryshojë mënyrën se si e shikoni jetën. Dhe mos harroni të komentoni, mendimi juaj është pjesë e kësaj historie. Korriku i vitit 1992 erdhi me një nxehtësi që marrte frymën në gjithë Shqipërinë. Ishin vitet e para të lirisë, vitet kur njerëzit filluan të ëndronin përsëri, kur kufijt nuk dukeshin më aq të largët, kur fjalë si pushime jashtë vendit nuk tingëllonin më si një fantazi e paarritshme. Për familjen Kadriu nga Tirana, ajo verë do të ishte viti i parë që do të kalonin pushimet diku larg, në bregun e Durrësit të Kroacisë, në një qytetëzë brendetare që quhej Makarska. Arben Kadriu, një inxhinier 34 vjeçar me sy të thellë gri që mbanin brenda tyre peshën e përgjegjësive të shumta, kishte punuar ditë e natë për të mbledhur lekët e nevojshëm për këtë udhtim. Gruaja e tij, Lindita, një mësuese me zemër të butë dhe duart e mbushura me dashuri, kishte ëndruar për këtë pushime që në dimër. Por më i lumturi mes të gjithëve ishte voglushja e tyre, Elira, një vajzë 4 vjeçe me sy kafe të mëdhenj që shndrisnin si yje, flokë të zinj që binin në kaçurela të imta mbi supet e saj dhe një buzëqeshje që e bënte çdo ditë më të ndritshme. Elira ishte gjithçka për ta. Ishte vajza e tyre e parë dhe e vetme, fëmia që erdhi pas 5 vitesh martese dhe pas kaq shumë lotësh dhe lutjesh. Kur Lindita e mbajti në krah për herë të parë, kishte qarë aq shumë sa infermierët mendonin se diçka kishte shkuar keq, por ato ishin lot gëzimi, lot falenderimi, lot të një nëne që dinte se ky qenie e vogël në duart e saj ishte një mrekulli. Mama, kur do të shkojmë në det? Pyeste Elira çdo mëngjes duke u ngjitur në gjunjët e Linditës, ndërsa ajo përgatiste mëngjesin. Shumë shpejt, zemra ime, përgjigjej Lindita duke i puthur ballin. Do të luash me rënd, do të notosh në ujë, do të mbledhësh guashka detare, do të jetë mrekullueshme. Dhe babi do të më mësoj të notoj? Sytë e Elirës shkëlqenin me entuziazëm. Sigurisht, princesha, hynte në bisedë Arbeni duke ngritur vajzën lart në ajër derisa ajo qeshte me të madhe. Do të bëhesh notare më e mirë se unë. Dita e nisjes erdhi me 15 korrik. Ishte një mëngjes i hershëm. Qielli lëshonte sapo ngjyrat roz të agrimit dhe ajri ende kishte freskinë e natës. Autobusi që do t'i çonte në Kroaci priste në qendër të Tiranës, i mbushur me familje të tjera që kishin të njëjtin ëndër. Valixhet e vogla, çantat e plazhit dhe 10 familje të ngashnjër krijuan një atmosferë festive. Lindita kishte kontrolluar çdo gjë 3 herë. Rroba banjoje, kapele dielli për Elirën, kremra kundër diellit, ilaçe për rrugë, ushqime për rrugë. Arbeni qeshte butë duke e parë. Do t'jemi vetëm një javë larg, jo një vit, i tha ai. E di, por dua që çdo gjë të jetë perfekte, përgjigjet Lindita, duke shtrënguar dorën e tij. Në zërin e saj kishte diçka, një shqetësim të vogël që ajo nuk mund ta shpjedonte vetes. Udhtimi zgjati 8 orë. Elira fjente për pjesën më të madhe të kohës, kokën e mbështetur në shpatullën e nënës duke mbajtur të shtrënguar lodrën e preferuar, një kuçe pelushi roz që quhej Lulu. Her pas here zgjohej, shikonte nga dritarja dhe pyeste, a kemi mbritur? A është ky deti? Kur më në fund ata kaluan kufirin dhe filluan të zbresin nga kodra drejt bregut kroat të Adriatikut, një ngjyrë blu e thellë që ajo nuk e kishte parë më parë, Elira u ngrit krejtësisht. Nga dritarja mund të shihte tashmë në ngjyrën blu e thellë të Adriatikut, një blu që ajo nuk e kishte parë më parë. Mama, shiko, deti është aq i madh. Britma e gëzueshme e saj e bëri të gjithë autobusin të buzëqeshte. Po, zemra ime, ky është deti që të kam premtuar. Ndjeu një val emocioni duke e parë lumturinë e pastër në fytyrën e vajzës. Makarska u shfaq si një pikturë.
Qytetëzoja brendetare e qytet vogël ishte e rrethuar nga male të gjelbra nga njëra anë dhe deti i pastër kristal nga ana tjetër. Plazhi kryesor ishte i gjatë, i mbushur me rënë dhe guralec të degjël, dhe ujërat ishin aq të pastër sa mund të shihte fundin edhe në thellësi. Hoteli ku do të qëndronin ishte modest, por i pastër, vetëm disa minuta larg plazhit. Dhoma e tyre kishte një dritare që jepte në det, dhe kur Arbeni i hapi për herë të parë, era e kripur e detit mbushi dhomën. Kjo është mrekullia, murmuriti Vendita, duke qëndruar në balkon dhe duke parë horizontin ku qielli takonte ujin. Elira nuk mund të priste, ajo kërcente nga një këmbë në tjetrën. Mama, a mund të shkojmë në det, tani? Tani, lutem. Sytë e saj të mëdhenj kafe ishin aq lutës sa Lindita dhe Arbeni nuk mund të thonin jo. Gjysmë ore më vonë, ata ishin në plazh. Elira veshi rroba banjoje e saj me lule, një kapele dielli roz dhe me këmbët e vogla të zhveshura vrapoj drejt ujit. Arbeni qeshi dhe vrapoj pasaj. Jo shumë thellë, Elira, prit babin, thirri Lindita, duke shtrirë peshtirin në rënd dhe duke nxjerr krem dielli. Ajo ore parë në plazh ishte magjike. Elira luante në ujit e cekët, duke hedhur ujë me duar të vogla, duke qeshur çdo herë që një val e lehtë e godiste. Arbeni e mbante fort, duke ja mësuar se si të lëvizte këmbët, se si të mbante frymën. Më pëlqen kaq shumë këto, tha Elira, uji i kripur duke i rënë nga flokët. A mund të qëndrojmë për gjithmonë? Do ta doja shumë, princesh, tha Arbeni, duke e puthur në faqe. Por kemi shtëpi që na pret, kemi jetën tonë. Por këtu është më bukur. Lindita i shikonte nga peshqiri, zemra plot. Ky ishte momenti që ajo kishte ëndërruar. Familja e saj, e lumtur, e bashkuar në ndjellin e verës. Asgjë nuk mund ta shkatronte këtë përsosmëri. Por ajo nuk e dinte. Nuk mund të dinte se pas 4 ditësh, jeta e tyre do të bëhej një ferr nga i cili nuk do të zgjoheshin për 30 vjet. 4 ditët e para në Makarska kaluan si një ëndër e ëmbël. Çdo mëngjes, familja Kadriu zgjohej me tingujt e pulbardhave që fluturonin mbi det dhe aromën e bukës së freskët që vinte nga furra e vogël pranë hotelit. Elira ishte e para që hapi syt dhe çdo mëngjes rituali ishte i njëjtë. Ajo kacallite nga shtrati, vraponte në dhomën e prindërve dhe kërcente në krevatin e tyre. Zgjohuni, deti po na pret. Zëri i saj i lumtur ishte alarmi më i bukur që Lindita dhe Arbeni mund të kishin. Mëngjeset i hanin në terracën e vogël të hotelit, buke freskët me djath, domate të kuqe të mbjella në kopsht, ullinj dhe për Elirën reçel qershie që ajo e donte aq shumë sa ngjyroste buzët roz. Pastaj, me çanta blazhi në supe, me kapele dhe rroba banjo, ata zbrisnin shkallët e gurit drejt plazhit. Plazhi ishte një vend magjik për Elirën. Çdo ditë ajo zbulonte diçka të re. Një guask spirale që shkëlqente në diell, një gur të lëmuar nga dallgët që dukej si një zemër, një peshk të vogël që notonte afër bregut. Ajo mblodhi një koleksion të vogël thesarësh që i mbante në një qese të vogël pëluhre që Lindita ja kishte dhënë. "Shiko mama, ky gur është blu. E ke parë ndonjëherë gur blu?" Elira e mbante gurin lart, sytë e saj plot mrekulli. "Është i bukur zemra ime, është aq i veçantë sa ti." Lindita u përkulli dhe e puthu vajzën në majë të hundës. Arbeni mësoi Elirën të notonte në ujërat e cekta. E mbante nga veli dhe ecte prapa kur ajo lëvizte krahët dhe këmbët. "Ashtu, saktësisht ashtu, bëhesh notare e madhe", inkurajonte ai, dhe Elira qeshte me krenari. Por momenti më i preferuar i ditës për Elirën ishte mbrëmja. Kur dielli fillonte të zbriste drejt horizontit dhe qielli ngjyrosej portokalli, roz dhe vjollc, familja Kadriu ulej në rëndër dhe shikonte. Lindita e mbante Elirën në preh, Arbeni ulej pranë tyre dhe për disa minuta nuk fliste askush. Vetëm dëgjonin tingujt e valve dhe ndinin paqen e plot. "Mama, pse dielli zbretë në ujë? Nuk digjet?" pyeste Elira. Lindita qeshi but. "Jo, zemra ime. Dielli shkon të pushoj, ashtu si ti kur vjen nata, dhe nesër ai do të kthehet përsëri më i ndritshëm se kurrë. Si unë kur zgjohem? Saktësisht si ti." Në mbrëmje, pas dushit dhe darkës, ata shëtisnin në rrugët e ngushta të Makarskas. Qyteza gjallërohej natën,
restorante të vogla me tavolina jashtë, aroma e peshkut të pjekur dhe specave, muzikë që vinte nga diçka jo larg, drita të vogla që varen mbi rrugë. Elira mbante dorën e babait me njërin dorë dhe të nënës me tjetrën, duke kërcyer çdo 2 hapa. Ata i blen një akullore, pistaqe për Elirën, një gjë që ajo e kishte provuar për herë të parë dhe imediatisht kishte thënë se ishte më e bukur në botë. Arbeni dhe Lindita ndan një akullore çokolate. Jemi familja më e lumtur në botë, a nuk jemi? Tha Arbeni, duke e parë gruan dhe vajzën e tij. Zëri i saj ishte i butë por plot me emocion. Lindita e shikoi, sytë e ndritshëm nga dritat e rrugës. Po, jemi, dhe do t'jemi gjithmonë. Ajo nuk e dinte, nuk mund të dinte se pas 4 ditësh, jeta e tyre do të bëhej një ferr nga i cili nuk do të zgjoheshin për 30 vjet. Natën e 4, Lindita nuk e mundi të flinte mirë. U zgjua disa herë, zemra i duke i rrahur shpejt pa arsye. Her pas here u ngrit nga shtrati dhe shkoi ta kontrollonte Elirën, që flinte në krevatin e vogël pranë tyre, duke mbajtur lulun e saj në krah, të styrën e qetë dhe të pafajshme. "Çfarë ka?" pyeti Arbeni kur u zgjua kur Lindita u kthye në shtrat për herën e tretë. "Asgjë, thjesht e kontrollova nëse është mirë." "Ajo është mirë, ne jemi të gjithë mirë." Arbeni e tërhoqi gruan e tij afër. "Relaksohu, jemi në pushime." Lindita u mbështet në kraharorin e tij dhe u përpoq të qetësohej. Por brenda saj, diçka po i thërriste të qëndronte zgjuar, të ishte vigjilente. Diçka po i thërriste se bota nuk ishte aq e sigurt sa dukej. Dhe e nesërmja do ta provonte të drejtë. Mëngjesi i 19 korrikut 1992 erdhi me një diell që shkëlqente edhe më shumë se ditët e mëparshme. Qielli ishte një blu perfekt, pa asnjë re, dhe deti që i qet si një pasqyrë gjigande. Por në stomakun e Linditës, ky ndjenjë tensionin nuk kishte kaluar. Nëse diçka, ishte intensifikuar. "Ti nuk ha asgjë," vërejti Arbeni, duke parë gruan e tij që lëvizte bukën në pjatë pa e kapur vërtet. "Nuk kam shumë uri." Lindita u përpoq të buzëqesh. "Ndoshta u ngronda shumë dje në darkë." Elira, nga ana tjetër, hëngri me oreksin e zakonshëm të fëmijëve, bukë me recel, një filxhan qumësht dhe një banane. Ajo tregonte për ëndrrën që kishte parë. "Ëndrova se isha peshk, mama, dhe notoja shumë thellë, ku uji bëhej i errët dhe i ftohtë, por unë nuk kisha frikë sepse kisha guaska që shkëlqenin." "Një ëndër e bukur," tha Lindita, duke i rregulluar kaçurelet që binin mbi fytyrën e vajzës. Por zemra i rëndoi. Pse ëndëronte vajza e saj për ujëra të thella? "Sot dua të shkoj më larg në ujë, babi, dua të notoj ku është më e thellë," tha Elira me entuziazëm. "Do të shohim, princesh, por vetëm nëse unë jam me ty, mirë?" Arbeni i folli me butësi, por me vendosmëri. Ata mbërritën në plazh rreth orës 10. Plazhi ishte tashmë i mbushur me njerëz, familje të tjera, çifte, grupe adoleshentësh. Tingujt e qeshjes, strigimave të fëmijëve dhe muzikës nga një radio e largët krijuan një atmosferë festive. Lindita shtroi peshqirin e tyre në vendin e zakonshëm, në një panjor që epte pak hije. Ajo nxori krem vjelli dhe filloi ta vendoste në shpinën e Elirës. "Mama, më bëre si peshk i rrëshqitshëm," qeshi Elira kur kremi i ftohtë ushtrim mbi lëkurën e saj. "Sepse nuk dua që dielli ta djeg," qeshi Lindita, por duart i dridheshin lehtë. "Mama, ti më vë këtë çdo ditë, mendoj se tashmë jam plot krem deri në kocka," qeshi Elira dhe vrapoi drejt babait që po hiqte këmishën për të hyrë në ujë. "Elira, prit, kapela," thirri Lindita, por Elira tashmë ishte larguar. Arbeni e zuri vajzën në qafë dhe filloi të ecë drejt ujit. "Do të mësojmë të notojmë pa duart e babit sot, çfarë mendon?" Po, Elira rrathi duart me ngashnim. Lindita i shikoi ata duke hyrë në ujë. Arbeni e mbante Elirën nga beli dhe filloi të lëviz më thellë, ku uji arrinte në kraharor. Elira lëvizte krahët dhe këmbët, duke praktikuar ato që kishte mësuar. Për rreth gjysmore gjithçka ishte perfekte. Lindita uli në peshqir, duke i mbajtur sytë të ngolur tek burri dhe vajza e saj. Her pas here merrte një libër që kishte sjell, por nuk arrinte të koncentrohej. Sytë i ktheheshin vazhdimisht tek uji. "Ti duhet të relaksohesh. Gjithçka është mirë, Arbeni është me të, ata janë vetëm pak metra larg." Por pastaj, diçka ndodhi. Një grua pranë tyre nisi të flasë me Linditën. Ishte një grua kroate e mesme që u duk miqësore. "Vajza juaj është shumë e bukur,"
tha ajo në një anglisht të thyer. Faleminderit, Lindita buzëqesh edhe pse Luke kishte dëshirë të flasë. Sa vjeçë është? 4. Ato filluan një bisedë të shkurtër. Gruaja tregonte për ëndrrën që kishte parë, tregonte për niprit e saj që po luanin në rerë, për sa e bukur ishte makarsha në verë, për restorantin më të mirë për të hëngër peshk të freskët. Lindita ju përgjigj me edukat, por një pjesë e trurit të saj vazhdonte të shqetësohej. Ku ishte Elira? Ajo e kishte humbur të dallin nga uji për një moment. Kur biseda mori fund dhe Lindita u kthyre për të parë ujin, gjëja e parë që pa ishte Arbeni. Ai po notonte kahbregu, por ishte vetëm. Zemra e Linditës ngri në gryk. Ku ishte Elira? Ajo u ngrit në këmbë kaq shpejt sa peshqiri u rrëshqit. Syti skanuan ujin me panik. Fëmijë të tjerë po luanin, prindër të tjerë po notonin, por ajo nuk e pa vajzën e saj me flokët e zeza të kaçurele dhe rroba banjoje me lule. Arben, thirrri ajo, zëri i saj duke u ndezur në ajër si një klithëm. Arbeni e dëgjoi menjëherë në zërin e saj panikun. Ai u kthye shpejt, ujit duke i rënë trogatit nga trupi. Ku është vajza ime? Ku është fëmia im? Psherëtinte ajo, trupi duke ju drodh me vajshje. Arben nuk dinte çfarë të bënte. Si mund të ngushëllonte kur ai vetë ishte i shkatëruar? Si mund të thoshte që gjithçka do të ishte mirë kur nuk besonte në këtë? Ai e dinte të vërtetën e hidhur. Me çdo orë që kalonte, shansa për të gjetur Elirën të gjallë paksohej. Ai e dinte sepse policia ja kishte thënë, me aq delikatësi sa mundën, por edhe me realitet. Në rastet e rrëmbimit, 24 orët e para janë kritike. Rrëmbim. Fjala vetë ishte si një thik. A ishte rrëmbyer vajza e tij? A kishte qenë dikush që ishte fshehur në plazh, duke pritur momentin e duhur? A kishte qenë ai aq i shkujdesshëm sa të lejonte dikë të afrohet? Arben goditi murin me grusht, dora duke u gjakuar lehtë. Dhimbja fizike nuk ishte asgjë krahasuar me dhimbjen që ndjente brenda. Kjo është faji im. Unë duhet ta mbaja. Unë duhet isha më vigjilent, tha ai, zëri plot urrëtie për veten. Jo, nuk është faji yt. Lindita u përpoq të flas, por edhe ajo brenda e saj po e fajsonte veten. Pse kishte pranuar të flas me atë grua? Pse kishte hequr syt nga uji edhe vetëm për 2 minuta? 2 minuta. Aq u desh që jeta e tyre të kthehej në ferr. Dielli i ditës së dytë pa Elirën u ngrit mbi një makarska që nuk dukej e njëjtë më për familjen Kadriu. Qytezer që kishte qenë parajsa e tyre, tani ishte bërë një burg. Çdo cep, çdo rrugë, çdo fytyrë ishte dyshues. Policia intensifikoi kërkimet. Qenë gjurmimi u soll për të kërkuar në përpyje dhe shkëmbinj përreth qytetit. Zhytës profesionist kontrolluan ujërat më të thella. Helikopter fluturuan mbi zonë duke skanuar nga lart. Por asnjë gjurmë, asnjë cop rroba, asnjë shenjë që Elira kishte qenë ndonjëherë atje. Lindita dhe Arben kaluan ditën duke shpërndar flyers. Fytyrën e bukur të Elirës, fotografinë e saj të buzëqeshur, ishte kudo tani, në shtylla drite, në dritare dyqanesh, në flet palosjet e autobuzave. Nën foto me shkronja të mëdha. Çdo cop letër që vareshin ndjehej si një dënim, një dëshmi publike e dështimit të tyre si prindër. Media filloi të interesohet. Gazetar kroat e pastaj edhe disa shqiptar që kishin dëgjuar për rastin, erdhën për të intervistuar. Kamera televizive filmuan Linditën dhe Arbenin duke bërë lutje publike. Nëse dikush ka parë diçka, çfarëdo gjëje, ju lutemi na kontaktoni, tha Arbeni, zëri duke ju thyer përpara kamerave. Ajo është gjithçka për ne. Ajo është jeta jon. Lindita nuk mundi të flasë. Ajo vetëm u ul pranë duke mbajtur një foto të Elirës në duar, duke i shikuar në të sikur të shikonte në vetë vajzën. Ditët kaluar në një rrjedhë të errët. E treta ditë, e katërta, e pesta. Me çdo ditë që kalonte, policia bëhej më pak optimiste, edhe pse e mbulonin këtë me fjalë ngushëlluese. Kërkimet vazhdojnë, po bëjmë gjithçka që mundemi, nuk duhet të humbasim shpresë. Por në sytë e tyre, Arben dhe Lindita shihnin të vërtetën. Ata po heqin dorë, ata po fillonin të besojnë se Elira ishte e vdekur. Nata e pestë, Lindita nuk foli asnjë fjalë.
Ajo u ul në krevat ku Elira kishte fjetur dhe nuk u lëviz për orë. Arbeni u përpoq t'i jepte ujë, por ajo nuk piu. Ai u përpoq të flas me të, por ajo nuk ju përgjigj. Ajo ishte diku tjetër, brenda vetes, në një vend ku dhimbja ishte aq e madhe sa e kishte izoluar nga realiteti. Në fund ajo foli, por zëri nuk ishte zëri i saj, ishte i holl, i thyer, bosh. A është e vdekur, a nuk është? Jo, Lindita, ne nuk e dim. Ajo është e vdekur dhe unë nuk isha atje. Vajza ime vdiqe vetme dhe unë nuk isha atje për ta mbajtur. Lot rridhen pa zë, sikur trupat e saj nuk kishte më energji për të ulëritur. Arbeni e mori në krah dhe qau bashk me të, dy prindër të coptuar që mbaheshin fort si mënyre vetme për të mos shkapërderdhur. Por atë natë diçka ndodhi që do të ndryshonte gjithçka, apo të paktën do t'ju jepte një drejtim të ri për dhimbjen e tyre. Një grua e moshuar kroate, një fqinje që jetonte pranë plazhit, erdhi në stacionin e policisë. Ajo tregoi se kishte parë diçka 3 ditë më parë, ditën kur Elira humbi. Pash një grua të re, ndoshta 30 vjeçare, me flokë të kuqërem. Kishte një vajzë të vogël në duar, vajza qante dhe gruaja po përpiqej ta qetësonte. Mendova se ishte një nën. Me fëmijën e saj, por kishte diçka që nuk më dukej mirë. Vajza e vogël nuk dukej komode. Dhe gruaja, ajo shikonte rrotull si të kishte frikë se dikush po e shikonte. Zemra e Arbenit goditi. Ku i pat? Në Çorë. Rreth orës 11 të mëngjesit, afër parkimit pranë plazhit, ato hype në një makinë, një Fiat të vjetër të bardhë dhe ikën. A e keni targën? Jo, më vjen keq. Ndodhi shumë shpejt. Policia mori seriozisht këtë informacion. Përshkrimi i vajzës përputhet me Elirën, flokë të zinj, rreth 4 vjeç, rroba të lehta verore. Por çfarë do të thoshte kjo? Nëse Elira ishte rrëmbyer, ku ishte tani? A ishte ende në Kroaci? A i kishin quar në vendin tjetër? Dhe më e rënda, a ishte ende e gjallë? Pas 2 javësh në Kroaci, 2 javë ferri që zvendësuan 7 ditet e parajsës që kishin planifikuar, policia i këshilloi Arbenin dhe Linditën të ktheheshin në Shqipëri. Kërkimet do të vazhdojnë, u siguruan oficerët. Por për ju, qëndrimi këtu nuk ndihmon. Ju duhet të ktheheni në shtëpi ku keni mbështetje familjare. Ne do t'ju informojmë menjëherë nëse ka ndonjë zhvillim. Por si mund të ktheheshin në shtëpi pa vajzën e tyre? Si mund të vendoseshin në shtëpinë ku çdo cep, çdo lodër, çdo cop rrobe e kujtonte Elirën? Udhëtimi i kthimit ishte një ëndër e keqe. Autobusi i njëjtë që i kishte çuar me shpresë dhe gëzim, tani i kthente si hije të asaj që kishin qenë. Lindita ul në të njëjtin vend ku kishte ulur 14 ditë më parë, duke mbajtur Elirën në prehër. Tani mbante vetëm Lulun, lodër që ende mbante aromën e lehtë të vajzës së saj. Ajo nuk foli gjatë gjithë udhëtimit tetorësh, as që qau. Ishte sikur diçka brenda saj kishte vdekur. Arbeni shikonte nga dritarja, duke parë peizazhet që kalonin, por pa i regjistruar vërtet. Mendja e tij ishte një trazire pyetjeve, skenareve, fajsimeve. Nëse vetëm nuk do të kisha shkuar më thellë në ujë, nëse vetëm e kisha mbajtur dorën, nëse vetëm nuk do të kishim ardhur në këtë udhëtim të mallkuar. Kur mbërritën në Tiranë, ishte errësirë. Familja e tyre, prindrit e Arbenit, vëllai i Linditës i prisnin në stacion. Ata nuk thanë shumë. Çfarë mund të thoshin? Fjalë të konsolacionit dukeshin të boshatisur, premtime se gjithçka do të ishte mirë ishin gënjeshtra të dukshme. Nëna e Arbenit e përqafoi Linditën, edhe ajo në fund u thye. U rrëzua në krahët e saj dhe qau me një intensitet që i tremte të gjithë përreth ata. Ku është vajza ime? Pse ma morën? Pse? Zëri i saj ishte i mbytur në vajtje. Askush nuk kishte përgjigje. Shtëpia e tyre në Tiranë, një apartament i vogël në katin e dytë të një ndërtese në qendër të qytetit, ishte saktësisht si e kishin lënë. Lodrat e Elirës ishin të shpërndara në dhomën e vogël që kishin përgatitur për të. Një kukull në krevat, bloqe ndërtimi në kongje, vizatime me ngjyra që kishte bërë ajo, të varura në mur, një shtëpi, një diell i madh i gjelbër, figurat me shkop që ishin mama, baba dhe ajo vet.
Lindita nuk mund të hynte në atë dhomë. Për muaj me radhë, dera mbeti e mbyllur. Arbeni u përpoq të vazhdonte jetën, u kthye në punë në zyrën e tij të inxhinierisë, por si mund të përqendrohesh në projekte, në ekuacione, në deadline, kur fëmia yt ishte diku atje jashtë? Kolegët e tij u përpoqën të ishin të mbështetshëm, por nuk dinin si. Disa shmangën temën krejtësisht, disa ofruan ngëshëllime që tingëllonin si klishe, disa thjesht heshtun, që ishte ndoshta qasja më mirë. Lindika dha dorëheqjen nga puna. Ajo nuk mund të imagjinonte të qëndronte përpara një klase fëmijësh, duke i mësuar ata, duke buzëqeshur, duke pretenduar se bota ishte një vend i sigurt dhe i mirë. Ajo kalonte ditët në shtëpi, duke lëvizur si hije nga një dhomë në një tjetër. Her pas here merrte telefonin dhe thirrte policin në Kroaci. A ka ndonjë gjë të re? Jo, zonjë Kadriu, asgjë ende, por po vazhdojmë. Ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji. Policia kroate, pavarësisht premtimeve të tyre, gradualisht u hoqën dorë. Kasi bë një ftohtë, një fajl vendosur në një arkiv. Fotoja e Lirës, që dikur ishte kudo, tani u zbrut dhe u hoq nga muret. Jeta vazhdoi për gjithë ata të tjerë, por për Linditën dhe Arbenin, koha u ndalua në 19 korrik 1992. Vitet e para pas humbjes ishin një muzgë të përhershme. Lindita zhvilloi depresion klinik. Kishte ditë kur nuk u ngrit nga shtrati, kishte ditë kur nuk hante, kishte ditë kur Arbeni kthehej nga puna dhe e gjente duke qarë në dhomën e Lirës, duke mbajtur rroba të vogla në duar. Ajo do t'ishte 6 tani, thoshte ajo. Do të shkonte në shkollë, do të mësonte të lexonte. Lindita, ti duhet të hash. Duhet të marrësh ilaçet që doktori. Çfarë rëndësie ka? Çfarë rëndësie ka ndonjë gjë? Zëri i saj ishte bosh. Martesa e tyre u vu në tension të jashtëzakonshëm. Të dy jetonin në shtëpinë e njëjtë, por në botë të ndryshme të dhimbjes. Arbeni u bë i mbyllur, duke u përpjekur të përballonte dhimbjen duke mos folur për të. Lindita kishte nevojë të fliste, të kujtonte, të mbante e Lirën të gjallë përmes fjalëve. Pse nuk flet për të? Pyeste ajo. Nuk mund të. Dhem shumë, përgjigjej Arbeni. Dhe mua nuk më dhemb, por unë flas, sepse nëse ndalojmë së foluri për të, atëherë ajo vërtet zhduket. Ata u përpoqën të kishin terapi. Shkuan te psikolog, te këshilltar. Disa ndihmuan për një kohë të shkurtër, por si mund të shëroje një plag që nuk mbyll kurrë? Në vitin 1995, 5 vjet pas humbjes, doktori i Linditës i sugjeroi se ndoshta do t'ishte mirë për ta të përpiqeshin të kishin një fëmijë tjetër, jo si zëvendësim, shpjegoi doktori me kujdes. Por dashurinë që keni, dhimbjen që mbani, mund të transformohet në diçka pozitive. Një fëmijë i ri nuk do ta zëvendësojë Lirën, por mund t'ju jepet një qëllim, një arsye për të vazhduar. Lindita e refuzoi kategorikisht idenë. Si mund të mendosh për fëmijë tjetër kur vajza ime është diku atje jashtë? Si mund të vazhdojmë sikur ajo nuk ekzistonte? Por me kalimin e kohës, ndërsa vitet kalonin dhe shpresa për të gjetur Lirën paksohej, Lindita filloi të mendojë ndryshe. Ndoshta doktori kishte të drejtë, ndoshta mënyra për të nderuar Lirën nuk ishte duke u ngrirë në dhimbje, por duke vazhduar të jetonin. Në vitin 1997, 5 vjet pas tragjedisë, ata adoptuan një vajzë, e quajtën Nerea. Ajo ishte 3 vjeçe, me sy të kaltër dhe flok blond, plotësisht e ndryshme nga Lira. Lindita e donte Rean me gjithë zemër, por gjithmonë ekzistonte një hije mbi dashurinë e saj. Çdo herë që e shikonte Rean duke luajtur, një pjesë e saj mendonte për Lirën. Çdo herë që festonte një ditëlindje të Reas, një pjesë e saj llogariste sa vjeç do të ishte Lira. Lira do të ishte 10 tani, do të ishte në klasën e 5, do të kishte miqtë e saj, ëndrat e saj. Arbeni gjithashtu e donte Rean, por brenda tij, faji nuk largohej kurrë. Faji që kishte dështuar Lirën, faji që tani kishte një vajzë tjetër kur e para ende ishte e humbur. Vitet 90-ta kaluan në 2000-sha. Teknologjia filloi të ndryshonte botën. Interneti që dikur ishte një kuriozitet, tani bëhej një mjet i fuqishëm. Arbeni, i cili kishte vazhduar të kërkonte Lirën në çdo mënyrë të mundshme, mësoi të përdori internet për të kërkuar. Ai bashkohet në grupe online për prindër të fëmijëve të humbur. Postoi fotot e Lirës,
Foto progresuare me moshë që ekspertët kishin krijuar, duke treguar se si do të dukej ajo në moshën 10, 15, 20 vjeç. Çdo disa muaj, ai merrte një email nga dikush që pretendonte se e kishte parë një vajzë që i përngjante përshkrimit. Ai i ndiqte çdo udhëzim, pavarësisht sa i largët apo i palogjikshëm. Disa herë udhëtonte orë me radhë për të kontrolluar një shenjë, vetëm për të zbuluar se ishte një gabim, një keqkuptim, ose më keq, një mashtrues që përpiqej të shfrytëzonte dhimbjen e tij. Lindita nuk u përfshi më në kërkime aktive. Ajo kishte humbur shpresën për të gjetur Elirën të gjallë. Por kjo nuk do të thotë se kishte harruar. Nok çdo ditë nuk kalonte pa menduar për vajzën e saj të parë. Dhe kështu, vitet kaluan. Dekada e parë pas Elirës u bë e dyta, pastaj e treta. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, diku larg, një vajzë po rritej pa ditur kush ishte vërtet. Ajo nuk e mbante Makarskën, nuk e mbante plazhin me rënë, ujin blu kristal ose fytyrën e nënës që i thoshte se sa shumë e donte. Kujtimi më i hershëm që kishte, ishte një rromë e vogël me mure portokalli, një grua me flokë të shkurtër që buzëqeshte dhe një burr i gjatë që e merrte në shpatulla. Ajo u quajt Marta. Familja që e rriti, Angela dhe Tomislav Novak, jetonin në një qytet industrial të vogël në Kroaci, krah kufirit me Sloveninë. Tomislav punonte në një fabrik. Angela ishte pastruese në një hotel. Ata nuk ishin të pasur, por shtëpia e tyre ishte plot me dashuri. Ose aq sa dashuri mund të jepnin ndërsa mbanin brenda një të shpehtë që i hëngri si acid. Angela dhe Tomislav kishin vuajtur për vite me paaftësinë për të hasur fëmijë. Pas mira testesh, trajtimeve të pasuksesshme dhe zemrave të thyera, ata kishin pranuar se kurrë nuk do të ishin prindër biologjik. Adoptimi ishte një proces e gjatë dhe i komplikuar në Kroacinë e viteve 90. Pritja mund të zgjaste vite. Dhe pastaj, në atë ditë, në korrikut 1992, Angela e pa vajzën e vogël në plazh. Ajo ishte duke ecur përgjatë brekut, duke kërkuar guaska, kur pa një fëmijë të vogël që qante, të vetmuar, në ujin e cekët. Askush nuk ishte afër saj. "Ku është mama Zhote?" pyeti Angela, duke u përkulur. Vajza nuk i u përgjigj. Ajo vetëm vazhdoi të qante, sytë të mbushura me lot dhe frikë. Angela shikoi otull. Askush nuk dukej se po kërkonte për një fëmijë. Plazhi ishte i mbushur, kaotik, plot me familje që shijonin verën. Dhe në atë moment, në një impuls që do ta vendoste për pjesën tjetër të jetës së saj, Angela e mori dorën e vajzës. "Eja me mua, do të gjej maman tënde." Por ajo nuk e çoi tek policia. Ajo nuk pyeti njerëzit përreth. Ajo ecte, duke mbajtur dorën e vogël në të sajën, derisa u larguan nga plazhi, derisa arritën tek makina ku Tomislav priste. "Çfarë?" Tomislav u habit duke parë vajzën. Ajo ishte e humbur, e vetme, askush nuk po kujdesej për të. Zëri Angela zdridhej. "Tomislav, është shenjë, një shenjë nga Zoti." "Angela, ne duhet ta çojmë tek policia." "Jo." Zëri i saj ishte i prerë, i dëshpëruar. "Kemi pritur aq shumë për një fëmijë, aq shumë, dhe këtu është ajo, këtu është vajza jon." Tomislav shikoi vajzën e vogël, që tani kishte pushuar së qarit dhe po shikonte rrotull me konfuzion. Zemra e tij, që kishte dëshiruar kaq shumë një fëmijë, filloi të luftonte me ndërgjegjen. Prindrit e saj, ata do të jenë të dëshpëruar. Dhe ne jemi të dëshpëruar. Ne kemi vuajtur. Ne meritojmë këtë. Angela tashmë kishte lot në sy. Ju lutem Tomislav, mos ma merr këtë shans." Dhe kështu, në atë moment fatal, Tomislav pranoi. Ata futën vajzën në makinë dhe ikën. Ikën nga Makarska, nga bregu dhe shkuan në qytetin e tyre, ku askush nuk i njihte, ku mund të pretendonin se kjo vajzë kishte qenë gjithmonë e tyre. Marta u rit duke besuar se Angela dhe Tomislav ishin prindrit e saj biologjik, por kishte diçka që gjithmonë nuk shkonte mirë. Kur ishte 4 vjeç, filloi të ketë ëndra për një grua me sy të ngrohtë që e mbante në prah dhe i këndonte. Ëndra për një plazh, për dete blu, për një zë që të rriste një emër që nuk ishte Marta. "Mama, pse ëndërroj për një grua tjetër?" pyeste ajo. Angela ngrinte dhe ngurtësohej. "Janë vetëm ëndra, zemra ime, asgjë më shumë." Por ëndrat nuk ndalonin, dhe me kalimin e viteve,
Marta filloi të kishte pyetje. Pse nuk kam foto si foshnjë? Humbër në një zjarr, gënjente Angela, duke mos e takur shikimin e saj. Pse nuk i ngjaj askujt nga familja? Ndonjëherë fëmijët nuk i ngjajnë prindërve, është normale. Pse kur më pyet për ditëlindjen time, ti dhe babi tregoni data të ndryshme? Kjo pyetje e fundit erdhi kur Marta ishte 15 vjeç. Ishte vërejtur se Angela thoshte se kishte lindur më 3 mars, por Tomislav njëherë kishte lëshuar një koment se festa e saj e vërtet duhet të ishte në fund të aprillit. Angela dhe Tomislav u shqetësuan. Vajza po ritej dhe bëhej më e zgjuar, më e vëmendshme. Sa kohë mund të mbanin sekretin? Kur Marta ishte 16 vjeç, gjërat arritën në një pikë kritike. Ajo nevojitej një certifikat lindjeje për të aplikuar për pasaport, dëshironte të shkonte në një udhëtim shkolle në Itali. Angela dhe Tomislav kishin falsifikuar një certifikat kur Marta ishte e vogël, duke korruptuar një oficial të vogël lokal. Por tani, me sistemet kompjuterike që po modernizoheshin, falsifikimi rrezikonte të zbulohej. Ne duhet I themi, tha Tomislav një natë pas një darke të heshtur. Jo, nëse I themi do t'na urrej, do t'na lër. Angela qau. Ajo meriton të di të vërtetën. Të vërteta do t'a shkatroj. Por fati vendosi për ta. Një ditë, ndërsa Marta po pastronte podrumin për të ndihmuar nënën e saj, gjeti një kuti të fshehur pas disa kutive të vjetra. Brenda kishte dokumenta, letra dhe një foto. Fotoja një vajze të vogël me flokë të zinj duke buzëqeshur në krah të një gruaje. Në prapavikën ishte një poster në gjuhën albeze. E zhdukur, missing, Elira Kadriu. Zemra e Martës u ndal. Ajo shikoi fotografinë dhe pastaj shikoi në pasqyrë që varrej në mur. Vajza në fotografi kishte të njëjtat sy, të njëjtin formë fytyre. Me duar që dridheshin, aja lexoi dokumentet e tjera. Ishin artikuj gazete të vjetër nga viti 1992, të shkruar në kroatisht, duke raportuar për një vajzë 4 vjeçare shqiptare që ishte zhdukur në Makarska. Dhe pastaj, ajo kuptoi. Ajo nuk ishte Marta, Novak. Ajo ishte Elira Kadriu. Dora që mbante gazetën e vjetër dridhej kaq shumë sa fjalët vallëzonin përpara syve të Marta. Por edhe nëpërmjet razirës, ajo lexoi çdo fjalë, çdo detaj I dhëmshëm I një familje që kishte humbur fëmijën e tyre, çdo përshkrim që përputhet me të, mosha, paraqitja fizike, vendi ku u zhduk. Në fund të artikullit kishte një apel. Prindrit Arben dhe Lindita Kadriu luteshin kushdo që ka informacion për vajzën e tyre Elira të kontaktoj menjëherë policinë. Marta, ose Elira, çfarëdo që emri I saj I vërtet, nuk mund të merrte frym. Po drumi I ftohtë e ndjente tani si një varr. Muret duken sikur po I afroheshin. Kush ishte ajo? A ishte vajza që kishte jetuar 16 vjet duke u quajtur Marta, duke menduar se Angela dhe Tomislav ishin prindrit e saj? Apo ishte Elira, vajza e rrëmbyer që prindrit biologjik kishin kërkuar me dëshpërim? Zemra e saj nuk dinte të cilin përgjigje të pranonte. Ajo dëgjoi hapat në shkallë. Angela po zbriste. Marta? Gjete diçka për të pastruar? Zëri I saj ishte I lehtë, I pakujdesshëm. Por kur Angela arriti në fund të shkallëve dhe pa vajzën e saj duke mbajtur kutinë, fytyrën e saj zbardhi. Marta? Lëre atë, zëri I saj rrëmbytet. Kush jam unë? Pyeti Marta, zëri I thjesht, por plot me dhimbje. Ajo e mbajti posterin lart. Kush jam unë vërtet? Angela filloi të qaj, jo me lot të heshtura, por me vajshje të thella që duken sikur ishin mbajtur brenda për dekada. Ne do të shpjegonim kur të ishe gati. Gati? Unë jam 16 vjeç. Kur do të isha gati për të zbuluar se jeta ime e tërë është një gënjeshtër? Nuk është gënjeshtër, ne të duam. Më rrëmbyet, zëri Martës u bë një britme. Ju më rrëmbyet. Tomislav, duke dëgjuar britmën, vrapoi poshtë. Kur pas skenën, kutinë e hapur, dokumentet në duar të Martës, anxhitën që qante, ai e dinte se momenti që kishin friksuar për vite kishte arritur. Marta, lër më të shpjegojmë, filloi ai. Mos më quaj Marta, ai nuk është emri im.
Emri im është Elira. Ajo e thirri këtë emër për herë të parë dhe ndjehu si diçka brenda saj u zgjua. Një memori e thellë, e varrosur, që tani po lëshonte lidhjet. Angela u rrëzua në gjunjë. Ti ishe e humbur, e vetme në plazh, askush nuk po kujdesej për ty. Unë pash një shenjë, mendova se Zoti po më jepte ty sepse nuk mund të kisha fëmijë të mi. Zoti nuk të dha asgjë. Ti më volle. Marta Elira, bërtiti, lotet duke I rënë tani. Por ne të dam një jetë të mirë, ne të deshëm, ju ma morët jetën time, ju ma morët familjen time. Tregoj posterin. Ke parë fytyrën e kësaj gruaje? Ka nënën time, dhe ajo ka kërkuar për mua, dhe ti ma ke fshehur këtë. Heshtja rasi një peshë e rëndë. I vetmi tingull ishte vaji I Angelës dhe frymëmarrja e rëndë e Tomislav. Marta shikoi tek njeriu që kishte quajtur babi për sa kohë mbante mend. Ti e dine? Pyeti ajo, zëri I thyer. Tomislav u zbrit në shkallë, kokën e duar. Ja, e dija nga fillimi. Dhe nuk bëre asgjë? Unë e dashurova gruan time, dhe pastaj të dashurova ty, dhe kisha frikë. Ai e ngriti kokën, syt plot me lot. Kisha frikë se nëse do të humbisnim, nuk do të mbijetoja. Dhe çfarë për prindrit e mi të vërtet? Çfarë për dhimbjen e tyre? Zëri Martës dridhej. A mendon ndonjëherë për ta? Çdo ditë, tha Tomislav me zë aq të vogël sa merr dëgjohej. Çdo ditë të jetës sime. Marta shikoi tek njeriu që kishte quajtur babi për sa kohë mbante mend. Dua të gjej familjen time të vërtet, tha ajo në fund. Marta, ju lutem. Angela arriti dorën, por Marta u tërhoq. Mos më prek kurrë më. Ajo mori kutin dhe vrapoi lart në dhomën e saj, duke mbyllur derën dhe duke e kyçur. Brenda, ajo uli në dysheme dhe shikoi sërish dokumentet, duke përpjekur të kuptonte identitetin e saj të ri, të vjetër. Elira Kadriu. Emri ndjehej I huaj në gjuhën e saj, por në të njëjtën kohë ndjehej I sakt, si një copë pazër që më në fund kishte gjetur vendin e saj. Ajo pa foto të familjes në poster, nënën e saj me sy të ngrohtë, babain që duke I fortë por I butë, dhe diçka brenda saj u thye. Këta njerëz e kishin dashur, këta njerëz kishin kërkuar për të, këta njerëz kishin vuajtur për 24 vjet, ndërsa ajo kishte jetuar në gënjeshtra. Javët që pasuan zbulimin ishin kaotike. Marta, ajo nuk mund të mendonte për veten si Elira ende, jetonte në shtëpinë e Novakovsve, por sikur ishte fantazëm. Ajo nuk fliste me Angela dhe Tomislav, përveç kur ishte absolutisht e nevojshme. Ajo hante darkat në dhomën e saj. Ajo evitonte sytë e tyre. Angela u duk sikur kishte vjetëruar 10 vjet brenda një nate. Fytyra e saj ishte tharë, sytë e përgjumshëm, lëvizjet e saj të ngadalta dhe rënde me falsi. Tomislav u përpoq të flas me vajzën që kishin rritur. Marta, Elira, cila do që të bën të ndihesh më mirë, unë e di që kjo është e pafalshme, por dua të dish se çdo ditë që kam pasur me ty ka qenë një bekim, edhe nëse erdhi nga një mëkat. Marta e shikoi, dhe për një moment zemra e saj u butësua. Ky burr e kishte marrë në shpatulla kur ishte e vogël. Ky burr I kishte mësuar të ngaz biçiklet. Ky burr kishte qëndruar zgjuar me të kur kishte ethe, duke I vendosur pëlura të ftohta në ball dhe duke I lexuar përralla. Por ky burr gjithashtu ja kishte vjedhur identitetin. Unë dua të gjej familjen time, tha ajo. E di, dhe ne nuk do të ndalojmë. Kemi bërë mjaftueshëm keq. Marta filloi kërkimin. Me dokumentet që kishte gjetur, ajo shkoi online dhe kërkoi Elira Kadriu dhe familja Kadriu Shqipëri. Artikujt e vjetër shfaqën, shumica në kroatisht dhe në shqip, të cilat ajo I përktheu duke përdorur translator. Ajo lexoi rrëfimet e dhimbshme të kërkimit, apelet e dëshpëruara, intervistat me nënën e saj Lindita që tani më duhet të ishte në të 50-tat. Dhe pastaj ajo gjeti diçka që ja ndaloi frymën, një website I përgatitur nga Arben Kadriu, babai I saj biologjik që ende ishte aktiv pas 34 viteve. Faqja quhej Kërkimi për Elirën, një babit kur nuk heq dorë. Ajo e hapi dhe lexoi. Emri im është Arben Kadriu. Me 19 korrik 1992, vajza ime, Elira, u zhduk nga plazhi në Makarska, Kroaci.
Ajo ishte 4 vjeç. Kemi kërkuar për të çdo ditë që nga atëherë. Se je e lira, se dikush di për të, ju lutem kontaktoni. Nuk ka kaluar një ditë e vetme pa menduar për ty. Të dua, princesh, gjithmonë dhe përgjithmonë. Marta e shikoi në ekran derisa syt filluan të zihen nga lotët. Zëri këtij burri, babait saj biologjik, kishte një dhimbje kaq të thellë sa mund ta ndjenit edhe nëpërmjet fjalëve të shtypura. Në website ishte një email dhe një numër telefoni. Dora e Martas lëviti nga mausi i tunduar. A duhet të shkruaj? A duhet të telefonoj? Por çfarë do të thote? Përshëndetje, mendoj se jam vajza juaj që humbi para 34 viteve? Sa të qëndur dukeshin këto fjalë. Dhe më e keqja, çfarë nëse nuk ishte ajo? Çfarë nëse ishte thjesht një vajzë që i ngjante asaj dhe duke ngritur shpresat e tyre do të thote vetëm të shton dhimbjen? Ajo vendosi të shkruante në email së pari. Të paktën, kështu mund të mendonte për fjalët me kujdes. Ajo filloi të shkruaj, fshiu, filloi sërish, ore, 10 drafte. Me në fund, në mesnat, ajo dërgoi këtë. Subjekt, për Arben Kadriu, informacion për Elirën. I nderuar zoti Kadriu, e di që kjo email mund të duket e çuditshme ose edhe e dhimbshme për ju, por kam lexuar historinë e vajzës suaj Elira dhe kam arsye të besoj që mund të kem informacion që mund t'ju ndihmojnë. Jam një vajzë 21 vjeçe që jeton në Kroaci. Sapo kam zbuluar që familja ime, njerëzit që kam menduar që ishin prindrit e mi, më gënjyen rreth identitetit tim. Kam gjetur dokumente që sugjerojnë që kam qenë vajza e humbur në Makarska në vitin 1992. Nuk jam e sigurt 100% dhe nuk dua t'ju jap shpresa të rreme, por nëse dëshironi, mund të diskutojmë më tej. Mund të bëjmë test DNA nëse është e nevojshme. Me respekt dhe shpresë të kujdesshme. M. Ajo e lexoi emailin 5 herë përpara se të shtypte dërgo, dhe kur e bëri, zemra filloi të rrathe kaq shpejt sa mendoi se do të shembet. Pastaj erdhi pritja. 1 orë, 2 orë, dita e nesërme. Askush përgjigje. Ndoshta emaili kishte shkuar në spam, ndoshta Arbeni nuk kontrollonte më faqen, ndoshta ai kishte hequr dorë. Marta filloi të humbte shpresën. Por në ditën e tretë, në një paraditë të ftohtë të dhjetorit, kompjuteri i saj njoftoi një email i ri. Me duar që dridheshin, ajo e hapi. Emaili nga Arben Kadriu ishte i shkurtër, por çdo fjalë mbarte peshën e 34 viteve dhimbje. Subjekt, R për Arben Kadriu, informacion për Elirën. E dashur më, nuk e di si të filloj. Kam marrë qindra emaile gjatë viteve nga njerëz që mendonin se kishin informacion për Elirën. Shumica ishin të sinqerta, por të pasakta. Disa ishin mashtrime, dhe me çdo email, zemra ime u thye pak më shumë. Por diçka në emailin tënd është ndryshe. Ndoshta është mënyra se si e shkrove, ndoshta është detajet që përmendet. Ndoshta është thjesht një babagjysh i vjetër që nuk mund të ndalojë së shpresuari. Po, dua të diskutojmë më tej. Po, dua të bëjmë test DNA, por më shumë se gjithçka, dua të dëgjoj zërin tënd. A mund të flasim me telefon? Nëse je vërtet e lira, dua të dish diçka. Asnjë ditë nuk ka kaluar pa menduar për ty. Asnjë moment pa pyetur se ku je, nëse je mirë, nëse e di se ke një baba që të do më shumë se jetën e tij. Dhe nëse nuk je e lira, shpresoj që pavarësisht ta gjesh paqen dhe përgjigjet që kërkon. Me shpresë dhe frikë. Arben Kadriu. PS. Nëse je ti, princesh, duhet ta dish se nëna jote, Lindita, ende mban lodrat tënde, ende ka dhomën tënde saktësisht si e la. Ajo asnjëherë nuk besoi se ishe e vdekur, dhe tani, për herë të parë në 34 vjet, mendoi se ndoshta ajo kishte të drejtë. Marta Aslash e Lira i lexoi emailin 5 herë, lotët duke i verbuar. Përsëri e lexoi, dhe përsëri. Fjalët princesh, lodra tënde, dhoma jote, kishin një peshë emocionale që e mbytën. Këto nuk ishin fjalë të ftohta të një të huaj. Ishin fjalët e një babai që kishte mbajtur dashurinë gjallë për më shumë se 3 dekada. Ajo shkroi mbrapsht. Zoti Kadriu. Po, dua të flas me telefon, por dua të paralajmëroj se zëri im mund të mos jetë ai që mban mend. Kam rritur duke folur kroatisht. Shqipja ime është e kufizuar, por do të përpiqem. Këtu është numri im.
mund të më telefonosh kur të dëshirosh, do t'i jem zgjuar. M. Ose ndoshta Elira, ende nuk jam mësuar me këtë emër. Ajo e dërgoi emailin dhe pastaj u ul, shikonte telefonin, duke pritur. 5 minuta kaluan, 10, 20. Dhe pastaj telefoni filloi të bjerë. Numri fillonte me +355, kodi i Shqipërisë. Zemra e Martës kërceu në gry. Dora dridhej kaq shumë sa meci mund të prekte ekranin për të pranuar telefonatën. Alo? Zëria saj doli i tronditur, rem. Për një moment ishte heshtim nga ana tjetër, pastaj një frymarrje e thellë, dhe pastaj një zë burrash i rënduar me moshën edhe me dhimbje, por ende të fortë. Elira, vajza ime, a jeti? Dhe në atë moment, diçka brenda Marta/Elira u thye plotësisht. Ajo filloi të qaj, jo qartë të qarë, por vashje që vinin nga vitet e humbura, nga identiteti i shtodhur, nga dashuria që kishte munguar. Unë nuk e di, jam dala të thot veslotësh. Unë nuk e di nëse jam, por gjeta dokumentet dhe fotot dhe unë kam një nishan në formë ylli në shpatullën time. Ajo dëgjoi një tingull nga ana tjetër, një tingull që nuk e kishte dëgjuar kurrë nga një burr i rritur. Arben Kadriu qante. Elira ka një nishon në formë ylli, tha ai, zëri i tij duke u thyer. Në shpatullën e djathtë, i vogël, por perfekt. Ne e quajtëm ylli i saj i veçantë. Është në të djathtën time, tha ajo, duke e prekur shpatullën sikur për ta konfirmuar. O Zot im. Arben ishte duke qartë tani pa përmbajtur veten. Është ti, a nuk është? Pas gjithë këtyre viteve, vajza ime e vogël. Marta, Elira, nuk mund të fliste. Ajo vetëm qante, duke dëgjuar këtë burr, babain e saj, duke shprehur dhimbjen e 34 viteve në çdo vaj. Ku je? Pyeti Arben më në fund, duke u përpjekur të kontrollonte zërin. Ku ke qenë gjithë këtë kohë? Kroaci. Kam jetuar në Kroaci, në një qytet në veri. Familja që më mori, ata më rritën si të ishin prindërit e mi. Unë sapo zbulova të vërtetën. Ata të trajtuan mirë? Pyetja erdhi me kujdes, sikur ai kishte frikë nga përgjigja. Po, ata më deshën, por ata më gënjyen për kush isha. E kuptoj, zëri Arbenit u bë më jashpër. Do të kisha dashur por nuk ka rëndësi tani. Ajo që ka rëndësi është se të gjeta, princesh. Pas kaq vitesh, të gjeta. Fjala princesh e goditi si një breshëri. Ajo nuk e mbante mend se dikush ta kishte quajtur kështu, por diçka thellë brenda saj njihte këtë fjalë. E njihte si një jehon të largët të një jete që kishte harruar. Nëna ime, filloi ajo, pastaj korrigjoi veten. Lindita, si është ajo? Arben pushoi. Kur foli përsëri, zëri i tij kishte një peshë të thellë. Ajo ka vuajtur shumë, më shumë se kushdo. Ajo kur nuk e pranoi se ishe e vdekur. Kur. Dhe për këtë, unë shpesh mendova se ajo po kalonte një dhimbje edhe më të madhe se imja, sepse ajo jetonte në një limb midis shpresës dhe dëshpërimit. Dhe tani? Tani duhet i them se shpresa e saj ishte e drejtë, dhe nuk e di si ta bëj pa që zemra e saj të mos shpërthejë nga gëzimi, ose frika që kjo mund të jetë një ëndër. Ata folën për 1 orë. Arben pyeti për jetën e saj, shkollën, miqt, interesat. Ajo pyeti për jetën e tij, për Linditën, për motrën e saj adoptive e reja, për vitet që kishin kaluar. Kemi një vajzë tjetër, tha Arbeni. Reja, e adoptuam 5 vjet pasi ti humbe. Ajo tani është 29 vjeç. Ajo është rritur duke ditur për ty, duke ditur se kishte një motër të humbur. A do të mu rrej? Pyeti Elira me frikë. Për të kthyer dhe për të marrë vëmendjen e prindërve të saj? Jo, zemra ime. Ajo ka pritur për ty aq sa ne. Ndoshta edhe më shumë, sepse ka rritur në hijen e një motre që nuk e ka njohur. Kur telefoni u ndal, Elira ndihej e zbrazët dhe e mbushur në të njëjtën kohë. Një kapitull i jetës së saj kishte mbyllur,
Një tjetër ishte duke hapur, por kishte ende pyetje të mëdha. Si do të ndiqte përpara? Si do të mihte familjen e saj biologjike? Ç'do të ndodhte me Angela dhe Tomislav? Dhe më e rëndësishmja, a mund ta riparonte atë që ishte thyer para 34 viteve? Ditët që pasuan telefonatën e parë ishin kaotike. Elira, ajo po e pranonte emrin tani, duke lënë Marta të zbehte ngadal, kaloi orë të pafund në telefon dhe në video me Arbenin. Çdo bisedë zbulonte më shumë copza të kaluarës që ajo nuk e mbante mend, por që trupi dhe shpirti i saj duken sikur njihnin. Arbeni tregoi për ditën kur lindi, se si Lindita kishte qarë për orë pas lindjes, jo për dhimbje, por për gëzim të pastër. Ne kemi pritur aq shumë për ty. 5 vjetu përpoqëm, dhe kur erdhe, ishte sikur dielli kishte dalë pas një dimri të gjatë. Ai tregoi për jetën e tyre para humbjes, për pushimet që kishin planifikuar, për ëndrat që kishin për të, për mënyrën se si ajo e ndriçonte çdo rrom ku hynte. Ti kishe një buzëqeshje që e bënte edhe ditën më të errët më të ndritshme, dhe kur qeshe, ishte si muzikë. Çdo histori e bëri Elirën të ndihej sikur po zbulonte pjesë të vetes që kishte munguar gjithmonë. Kishte një zbrastir brenda saj që nuk e kishte kuptuar ekzistonte, por që tani po mbushej ngadalë me kujtesa dhe lidhje. Por gjithashtu kishte frikë. Çfarë nëse kur më takeni, do keni të zhgënjyer? Pyeti ajo një natë, zëri i lënur. Çfarë nëse nuk jam vajza që mbani mend? Çfarë nëse kam ndryshuar shumë? Arbeni qeshi but, një tingull i mbushur me dashuri. Elira, vajza ime, ti ishe 4 vjeç, natyrisht ke ndryshuar, por ajo që nuk ndryshon është se je gjaku ynë, je zemra jon, dhe asgjë nuk mund të na zhgënjej për të pasur ty përsëri. Lindita ende nuk e dinte. Arben kishte vendosur të pritej derisa të ishin të sigurt, derisa testi i DNA të konfirmonte atë që zemrat e tyre tashmë besonin. Ai kishte frikë se nëse i thoshte dhe pastaj testi doli negativ, ajo nuk do të mbijetonte zhgënjimin. Ajo është e brisht, shpjendoi ai në Elirën. 34 vitet e fundit kanë qenë një luftë. Ka pasur kohë kur nuk isha i sigurt se do të vazhdonte, por ajo luftoi për ty dhe tani më në fund do të shpërblehet. Elira dhe Arben organizuan për test DNA. Elira shkoi në një klinik në qytetin e saj në Kroaci dhe dërgoi mostrën në një laborator ndërkombëtar që Arben kishte identifikuar. Arben bëri të njëjtën në Tiranë. Pritja për rezultatet ishte agonizuese. 7 deshit e gjata që Elira kaloi duke u pyetur dhe duke dyshuar. Por pastaj, emaili erdhi. Elira shikoi ekranin, duke lexuar fjalët përsëri dhe përsëri. Përputhje. Konfirmuar. Ajo ishte Elira Kadriu. Ajo qau me leftësim, me gëzim, me dhimbje për vitet e humbura. Qau për vajzën 4 vjeçare që ishte rrëmbyer. Qau për familjen që kishte vuajtur kaq shumë. Dhe për herë të parë në 21 vite, qau duke ditur se kush ishte vërtet. Arben mori rezultatet në të njëjtën ditë. Ai u ul në zyren e tij në shtëpi, duar duke dridhur dhe hapi emailin. Dhe kur lexoi fjalët, ai u rrëzua nga karrigja dhe u ul në dysheme, duke mbajtur kokën në duar dhe duke qajt me një forcë që nuk kishte ndarë në dekada. Vajza e tij, princesha e tij, ishte gjallë, ishte gjetur. Pas gjithë këtyre viteve, lutjet e tij ishin dëgjuar. Ai qëndroi në dysheme për sa kohë? 15 minuta? Gjysmore? Duke lejuar valët e emocionit të lajnë mbi të. 34 vjet dhimbje, fajsimi, shprese dhe përsëri shprese, u shpërthyen në një moment. Kur më në fund u ngrit, ai e dinte se duhej të bënte gjën më të vështirë që kishte bërë ndonjëherë, të i thoshte Linditës. Ai e gjeti në kopësht, duke kujdesur për lulet. Ajo bënte këtë çdo ditë, një ritual që e mbante të lidhur me normalitetin. Duart e saj, të plakura dhe të rrudhura më shumë se duhej për moshën, e saj punonin tokën me kujdes. Lindita, thirrja ai, zëri i tundur. Ajo u kthye duke e parë, dhe menjëherë instinktivisht, ajo e dinte se diçka kishte ndryshuar. "Çfarë ka?" pyeti ajo duke u ngritur. "Arben, ti po më frikson." Ai shkoi pranë saj dhe e mori duart e saj në të jatat.
duhet të them diçka, dhe duaj që të ulesh. Jo, thuaje tani, tani. Zëri i saj u bë urgjent, i friksuar. Arbeni e shikoi në sy, syt që dikur kishin qenë plot jetë, por që vitet i kishin zbehet, dhe tha fjalët që kishin pritur për 34 vjet. E gjeta Elirën. Lindita ngriu. Fytyra e saj bë e bardhë. Çfarë the? E gjeta Elirën. Ajo është gjallë, është në Kroaci, dhe testi DNA e konfirmoi. Ajo është vajza jon. Për një moment që u ndjesi një përjetësi, Lindita nuk lëvizi. Ajo vetëm shikonte Arbenin, duke u përpjekur të përpunoj fjalë që dukeshin të pamundura. Pastaj, këmbët e saj u dorëzuan. Arben e kapi para se të rrëzohet, duke e mbajtur fort ndërsa ajo filloi të qante, që erdhi nga një vend aq të thellë brenda shpirtit, sa trupi i saj i tërë i dridhej. Këto nuk ishin lot trishtimi, këto ishin lot të çdo nate pa gjumë, të çdo lutjeje të panjoguar, të çdo shprese që kishte mbajtur gjallë kur gjithë bota i thoshte të hiqte dorë. Ajo është gjallë? Zëri i Linditës ishte rëngut, i thyer. Vajza ime është gjallë? Po, Arben e mbante fort duke qarë bashkë me të. Është gjallë dhe dëshiron të na takoj. Lindita e tërhoqi veten pas, duke e kapur Arbenin nga krahët, syt të zgjeruar. Ku është? Kur mund ta shikoj? Arben, ku është vajza ime? Ajo është në Kroaci. Ne po planifikojmë që ajo të vi këtu, ose ne të shkojmë atje. Çfarëdo që dëshiron ti. Unë dua ta shikoj tani. Tani, Arben. Kam pritur 34 vjet, nuk mund të pres një sekond më shumë. Zëri i saj u bë një britme desperate. E di. Arbeni e ngushëlloi, duke i fshirë lotët nga faqet. Do ta shohësh shumë shpejt. Premtoj. Lindita u rrëzua përsëri në krahët e tij, trupi duke vajtur me një intensitet që e tremte Arbenin. Ajo kishte mbajtur këtë dhimbje brenda për aq kohë, sa tani, kur përfundimisht shlirohej, ishte sigur diga kishte thyer. Elira ime, princesha ime, përshpëriti ajo përsëri, sikur duke thënë emrin e bënte më reale. Atë mbrëmje, Arbeni e lidhi Linditën me Elirën në video. Ai ja kishte thënë Elirës më parë se nëna e saj tani i dinte, dhe se duhej të ishte e përgatitur për një realim emocional. Por asgjë nuk mund ta përgatisne Elirën për momentin kur fytyra e Linditës shfaqet në ekran. Ishte sikur të shikonte në një version të plakur të vetes, të njëjtat sy, formë dhe thellësi, po struktura e kockave, po buzët, dhe Lindita, duke parë Elirën, pa të njëjtën gjë, pa vajzën që kishte lindur, fëmijën që kishte mbajtur në krah, voglushen që kishte puthur çdo natë para se të flinte. Por tani, ajo voglushe ishte grua, 21 vjeç, e rritur dhe e panjohur, dhe megjithatë, aq njohur. Elira, zëri i Linditës u drodh. A je ti vërtet? Elira nuk mund të fliste. Ajo vetëm tundi kokën, lotët duke i rënë. O, vajza ime e vogël. Lindita zgjati dorën drejt ekranit, sikur të mund ta prekte vajzën nëpërmjet pikselave. Ku ke qenë? Ku ka qenë princesha ime? Më vjen keq, ishin fjalët e para që Elira mundi të nxjerrë. Më vjen shumë keq që nuk isha atje. Më vjen shumë keq që nuk ju mbaj mend. Jo. Lindita e ndërpreu, duke tundur kokën me forcë. Ti nuk ke për çfarë të kërkosh falje. Asgjë nga kjo nuk ishte faji yt. Ti ishe një foshnjë pafajshme. Por ju keni vuajtur kaq shumë. Po, kam vuajtur çdo ditë, por tani po shoh fytyrën tënde, dhe të gjitha ato vite dhimbjeje i avlen vetëm për të parë sytë e tu përsëri. Ato folën për orë. Lindita pyeti mira pyetje, dëshironte të dinte gjithçka, çdo vit, çdo moment, çdo copëz e jetës që kishte humbur. Dhe Elira, edhe pse ishte e lodhur dhe emocionale, u përgjigj të gjitha pyetjeve. Ajo i donte kësaj gruaje, nënës së saj, këtë. Në një moment, Lindita pyeti: "A ke qenë e lumtur? Familja që të rriti, a të trajtuan mirë?" Elira pushoi, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Ata më deshën, në mënyrën e tyre, ata më deshën shumë, por ata më morën identitetin, dhe për këtë nuk di nëse mund t'i falë ndonjëherë. Lindita tundi kokën, fytyra një përzierje emocionesh komplekse. Një pjesë e meje dëshiron t'i urrej,
Dëshiron t'i gjej dhe t'u bëj të vuajnë ashtu siç unë kam vuajtur. Por një pjesë tjetër, një pjesë e vogël, është mirënjohëse se të mbajtën të sigurt, se të ushqyen dhe të rritën, sepse alternativa, zëri i saj u thye. Alternativa do t'ishte shumë më e keqe. 3 javë pas bisedës me video, Elira mbori një avion për Tiranë. Udhëtimi ishte vetëm disa orë, por për të ndjehej si një epos, një udhëtim jo vetëm në për hapësirë, por në për Tom, në për identitet, në për jetë. Angela dhe Tomislav e quan në aeroport. Udhëtimi në makinë ishte i heshtur, i rënd me fjalë të pathëna. Përpara se Elira të hynte në aeroport, Angela e kapi dorën e saj. Marta, Elira, çilado që je tani, zëri Angela zdridhej. Dua të bish se kur nuk deshën të dëmtojmë. Ne menduam, unë mendova se po të bëja një mirë, por kuptoj tani se ajo që bëra ishte e tmerrshme, dhe nëse ndonjëherë në një ditë mund të më falësh. Elira e shikoi gruan që e kishte rritur ajo. Kishte aq shumë emocione komplekse, dashuri, hidhërim, mërzitje, mirënjohje. Nuk e di nëse mund të fal, tha Elira me sinqeritet, por të falinderoj për të mbajtur të sigurt, për të më dashur, edhe pse dashuria ishte e ndërtuar mbi një gënjeshtër. Angela qau, dhe për një moment të shkurtër, Elira e përhaqoi. Ishte një llam të mirë, jo për gjithmonë, por për tani, një mbyllje e një kapitulli që ishte njëkohësisht i bukur dhe i shkatëruar. Kur avioni zbriti në aeroportin e Tiranës, zemra e Elirës rrahej kaq fort, sa mendoi se të gjithë mund ta dëgjonin. Ajo mori çantën e saj dhe filloi të ecte drejt daljes së ndaljes së doganës. Arbeni i kishte thënë se ata do t'ishin atje duke pritur, ai, Lindita dhe motra e saj Rea. Ndërsa Elira kalonte nëpër portat e sigurisë, e shikoi ata. Ata ishin në fund të korridorit, duke pritur pas barrierës ku familjet prisnin për pasagerët. 3 figura që shikonte në çdo person që kalonte, duke kërkuar, duke shpresuar. Dhe pastaj, sytë e Arbenit u takuan me sytë e Elirës. Për një moment, koha ndaloi. Babai dhe vajza, ndar për 34 vjet. Dhe tani, vetëm 30 metra larg. Elira filloi të ecte më shpejt, pastaj vrapoi. Dhe Arben, duke mos u kujdesur për protokollet e aeroportit apo për njerëzit që shikonin, ka përcej barrierën dhe vrapoi drejt saj. Ata u përplasën në një përqafim që ishte 34 vjet dhimbje, 34 vjet dashurie, 34 vjet shprese të kondensuara në një moment. Vajza ime, vajza ime, vajza ime, përsëriste Arbeni, duke mbajtur fort, sikur kishte frikë se nëse lëshonte, ajo do të zhdukte përsëri. Elira nuk mund të fliste. Ajo vetëm qante në kraharorin e këtij burri që nuk e mbante mend, por që trupi dhe shpirti i saj e njihnin si shtëpi. Lindita arriti pranë tyre, duke qarë kaq fort sa mezi mund të ecte. Ajo zgjati duart dhe e preku fytyrën e Lirës, sikur për të konfirmuar se ishte reale. Ti je këtu vërtet, murmuriti ajo. Princesh, ti je këtu. Elira u kthye nga nëna e saj dhe e pa. Këtë grua që e kishte lindur, që e kishte ushqyer, që kishte vuajtur më shumë se kushdo për të. Dhe diçka thellë brenda saj u thye. Nën, tha ajo, fjala e parë që kishte thënë në shqip me kaq emocion të vërtet. Nëna ime. Lindita e tërhoqi Elirën në një përqafim që ndihej sikur po e mbështillte me çdo atom dashurie që kishte mbledhur për 34 vjet. Nuk do të lë të largohem kur më, pshertiti Lindita. Kur më. Rea qëndroi pak më prapa, duke I lejuar prindërve të saj momentin. Por kur Elira e pa mbi supet e Linditës, ato u takuan me sy. Rea buzëqeshi, një buzëqeshje plot me lot, por edhe me gëzim. Përshëndetje motër e madhe, tha ajo. Elira I zgjati dorën, dhe Rea e mori. Dhe në atë prekje, një lidhje u formua, jo e zëvendësuar nga vitet e humbura, por e re dhe e çmuar. Udhëtimi nga aeroporti në shtëpinë e familjes Kadriu ishte I mbushur me lot, me qeshje nervoze, me heshtje emocionale. Elira ul në sedilen e pasme midis Linditës dhe Reas, ndërsa Arbeni drejtonte. Çdo disa minuta, Lindita e kthente kokën dhe shikonte Elirën sikur për të siguruar se ende ishte atje. Nuk mund ta besoj,
thoshte ajo përsëri dhe përsëri. Nuk mund ta besoj që je këtu. Kur mbërritën në shtëpi, një apartament modest në një ndërtesë të vjetër por të mirëmbajtur, Lindita e udhëhoqi Elirën drejt një dere të mbyllur. Kjo, tha ajo, zëri duke u drodhur, është dhoma jote. Ne e kemi mbajtur saktësisht si ishte, për ty. Ajo hapi derën, dhe Elira hyri në një kapsul kohore. Dhoma ishte e vogël, por e mbushur me dashuri. Një krevat i vogël me mbulesa me princesha, lodra në rafte, lodra që ishin për një vajzë 4 vjeçe. Vizatime të varura në mur, vizatime që Elira nuk i mbante mend se kishte bërë, por që dora e saj e vogël kishte krijuar dikur. Dhe atje, në krevat, ishte Lulu, kuqedha pelush roz. Elira u shkoi pranë krevatit dhe e mori lodrën. Ishte e vërtuar, ngjyra e zbehur, por ishte e butë dhe i njohur. Dhe në atë moment, një memorie u shfaq, jo një memorie vizuale, por një ndjesi. Ndjesia e sigurisë, ndjesia e dashurisë, ndjesia e të qenit me shtëpi. Ajo e mbajti Lulun në gjoks, dhe qau. Lindita ul pranë saj në krevat dhe e mbështilli me krah. Mirë se erdhe në shtëpi, vajza ime, pshertiti ajo. Mirë se erdhe në shtëpi. Javët e para në Shqipëri ishin si të jetonit në një ëndër. Elira zgjohej çdo mëngjes në dhomën e vogël, dhomën e saj, dhe për një moment harronte ku ishte. Pastaj, memoria kthehej dhe val emocioni lante mbi të. Ajo ishte në shtëpi, shtëpinë që nuk e mbante mend, por që shpirti i saj e njihte. Lindita ishte një pranim konstante. Ajo nuk mund të rrinte larg Elirës për më shumë se disa minuta. Gjithmonë gjente arsye për të qenë në të njëjtën dhomë, duke sjell çaj, duke pyetur nëse kishte nevojë për diçka, thjesht duke ulur në qoshtë dhe shikonte. Më vjen keq, tha ajo, një ditë kur Elira vërejti shikimin e saj të vazhdueshëm. Di që po bëhem e mërzitshme, por kam aq frikë se nëse nuk të shikoj, do të zhdukem përsëri. Elira e kuptonte. Ajo mori dorën e Linditës. Nuk do të zhdukem, premtoi. Jam këtu. Jam me ty. Por përshtatja nuk ishte e lehtë. Elira jetonte 21 vjet si Marta Novak, duke folur kroatisht, duke jetuar kulturën kroate. Shqipja e saj ishte e kufizuar, ajo e kuptonte, por fliste me vështirësi. Dhe shumë referenca kulturore, traditat familjare, kujtimeve që familja Kadriu ndante, ishin të huaja për ta. Gjithashtu, kishte hendeku i viteve të humbura. Elira nuk ishte vajza 4 vjeçare që Lindita dhe Arbeni mbanin mend. Ajo ishte një grua e rritur, me personalitetin e saj, mendimet e saj, jetën e saj. Një mbrëmje, gjatë darkës, Arbeni pyeshti: "Çfarë do të studiosh? A ke plane për universitet?" Elira pushoi: "Unë nuk jam e sigurt. Në Kroaci po studioja infermieristik, por tani gjithçka ka ndryshuar. Mund të vazhdosh këtu në Tiranë, ka programe të mira", ofroi Rea, që po përpiqej të ishte mbështetëse. "Ose mund të kthehesh në Kroaci për të përfunduar", tha Lindita, edhe pse fjalët qartazi e dhembën. "Nuk dua këtë mbaj peng, dua që ti të jetosh jetën tënde." Elira e shikoi nënën e saj dhe pa sakrificën që ajo ishte e gatshme të bënte. "Dua të qëndroj", tha ajo, "të paktën për tani. Dua të njoh familjen time, dua të njoh vendin tim." Buzëqeshja që ndau Lindita ishte më e ndritshme se sa Elira e kishte parë. Por jo gjithçka ishte e bukur. Kishte momente tensioni, keqkuptimi dhe dhimbje të pasgjidhur. Një ditë, Elira e gjeti Linditën duke qarë në kuzhinë. "Çfarë ka?" pyeti ajo, duke u alarmuar. "Asgjë, zemra ime, jam vetëm emocionale." "Nën, të lutem, më thuaj." Lindita e shikoi, syt të kuq. "Po mendoja për të gjitha gjërat që kam humbur. Ditëlindjen tënde të 5, të 6, të 7, çdo ditëlindje deri më sot, ditën e parë të shkollës, mësimet e para për të lexuar, foshnjën që ra për herë të parë, adoleshenten që u bë, gruaja që u bë." Zëri i saj u thye. "Humbta gjithçka dhe nuk mund ta kthej kurrë.
Elira e përqafoi Linditën, duke qarë bashkë me të. E di, murmuriti ajo. Edhe unë kam humbur. Kam humbur ju, kam humbur kush isha, dhe kemi të dy një boshllëk që nuk mund të mbush kurrë plotësisht. Por do të përpiqemi, apo jo? Do të krijojmë kujtime të reja, edhe nëse nuk mund të kthejmë të vjetrat. Po, Elira buzëqeshi nëpërmjet lotëve. Do të krijojmë të rejat. Një sfidë tjetër ishte çështja e Angela dhe Tomislav. Policia kroate, pas komunikimit me Arbenin dhe Elirën, kishte filluar hetim. Cila do t'ishte e ardhmja e Novakovsve, ishte e pasigurt. Arbeni kishte opinione të forta. Ata duhet të përballen me drejtësinë, tha ai një ditë. Ata të rrëmbyen, ata na morën 34 vjet me ty. Si mund ta lëm këtë pa pasoja? Por Elira ishte më e konfliktuar. Ata më deshën, argumentoi ajo. Në mënyrën e tyre të shtrembëruar, ata vërtet më deshën. Dhe nëse nuk do t'ishin ata, ku do t'isha? Në një shtëpi birësimi? Në rrugë? Ose më keq? Kjo nuk e arsyeton atë që bën, insistoi Arbeni. E di, por a duhet të kaloj pjesën e tjetër të jetës së tyre në burg për një vendim të dëshpëruar që morën në një moment? A nuk ka një vend për dëmshuri? Kjo temë shkaktoi debate të nxehta në familje. Reja mbështeti Arbenin. Lindita ishte më e heshtur, e ndarë midis zemërimit dhe mirënjohjes së përzier. Në fund, Elira vendosi ajo do të dëshmonte në çështjen e tyre, por do të kërkonte tolerancë nga gjykata. Ajo do të tregonte të vërtetën, por gjithashtu do të fliste për faktin që ato e trajtuan mirë. Nuk do t'i lë pa pasoja, shpjegoi ajo, por as nuk dua që jeta e tyre të shkatërrohet plotësisht. Dua drejtësi, por edhe mëshirë. Ishte një vendim që jo të gjithë e kuptuan, por që ishte i saj për të marrë. Kaluan muaj, vera erdhi, dhe me të një nxehtësi që kujtoi atë verë fatale të vitit 1992. Një ditë, Lindita sugjeroi diçka që e tremte dhe emociononte Elirën në një kohësisht. Dua që të shkojmë në Kroaci, në Makarska, në vendin ku të humbëm. Arbeni tensionoi. Lindita, a je sigurt? Mund të jetë shumë e vështirë. Jam e sigurt, duhet të shkoj, duhet të mbyll këtë cikël. Elira tundi kokën. Dua të vi, dua të shikoj vendin, ndoshta do të më ndihmoj të kujtoj. Kështu, në korrik të vitit 2026, 34 vjet pas zhdukjes, familja Kadriu u kthye në Makarska. Qyteza kishte ndryshuar, por esenca ishte e njëjtë. Bregu i bukur, mali të gjelbër, deti blu kristal. Ata shkuan në plazhin ku Elira ishte humbur. Lindita qëndroi në rër, duke shikuar ujin, lotët duke rrjedhur hesht. Këtu, murmuriti ajo. Këtu ndodhi. Këtu jeta jonë u thye. Elira shikoi rrotull. Asgjë nuk duke njahur, por kishte diçka, një ndjenjë. Tingujt e valve, aroma e kripur e ajrit, ngrohtësia diellit në lëkurë. Ajo filloi të ecte përgjatë bregut, këmbët në ujin e cekët, sikur trupi i saj po e kujtonte atë që mendja kishte harruar. Dhe pastaj, ajo e pa, një guask spirale, e bukur dhe e lëmuar një dallgët. Ajo u përkul dhe e mori, dhe në atë moment, një fragment i kujtimës u shfaq. Një vajzë e vogël duke luajtur në ujë, duke qeshur, duke mbajtur një guask. Një zë i grave duke thirrur. Elira, eja këtu. Elira gazoi. Ishte kujtimi i parë i vërtet, i vogël, i dobët, por i vërtet. Ajo u kthye tek Lindita, duke mbajtur guaskën. Ndonjë kujtim, të vogël, por mendoj se po filloj të kujtoj. Lindita qau dhe përqafoi vajzën e saj. Nuk ka rëndësi nëse rikujton çdo kujtim, tha ajo. Ajo që ka rëndësi është se je këtu tani dhe do të krijojmë kujtime të reja, kujtime që askush nuk mund të na vjedh. Ata kaluan 3 ditë në Makarska, 3 ditë që ishin terapeutike dhe dhimbshme në të njëjtën kohë. Ata vizituan stacionin dhe policisë ku Arben dhe Lindita kishin denoncuar humbjen 34 vjet më parë. Disa nga oficerët e vjetër ende punonin atje dhe u kujtuan rastin. Nuk e harruam kur, tha një oficer i moshuar.
rasti që nuk mundem të zgjidhnim. Është e mrekullueshme që më në fund ka një fund të lumtur. Ata takuan disa nga njerëzit që kishin ndihmuar në kërkim të vitit 1992, të moshuar tani, por që ende mbanin kujtimin. Dhe ata vizituan varezat lokale, ku Lindita dhe Arbeni kishin shkuar shpesh gjatë atyre javëve të para, duke friksuar se mos vajza e tyre ishte atje, e papërshkrueshme, e pa identifikuar. Çdo ditë lutja që të mos të gjenim këtu, tha Arbeni, zëri i rënduar. Dhe çdo ditë ndjeja faj për këtë lutje, sepse nëse nuk ishe këtu, ku ishe? Elira e mori dorën e babait. Isha duke pritur të kthehem te ju, tha ajo thjesht. Kur familja Kadriu u kthye në Tiranë, diçka kishte ndryshuar. Udhëtimi në Makarska kishte qenë një rit kalimi, një mbyllje një kapitulli të dhimbshëm dhe një hapje një tjetri të ri. Elira vendosi të qëndronte në Shqipëri. Ajo regjistroi në Universitetin e Tiranës për të vazhduar studimet e saj në infermierstik. Ajo filloi të mësonte shqipen më seriozisht, duke zhytur veten në kulturë dhe gjuhë. Ishte e vështirë, kishte ditë kur ajo ndjente humbjen e identitetit të saj kroat, miqt që kishte lënë, jetën që kishte njohur, por kishte edhe ditë kur ndjente gëzimin e zbulimit, traditat e reja, histori familjare, lidhje që thelloheshin. Reja u bë më shumë se një motër adoptive, ajo u bë një mik. Ato kaluan orë duke polur, duke ndarë sekrete, duke ndërtuar një lidhje që kishte munguar aq shumë kohë. Kam pritur gjithë jetën për një motër të vërtet, tha Reja, një ditë, dhe tani që je këtu, nuk mund ta imagjinoj jetën pa ty. Lindita, e cila ende ishte emocionale dhe ndonjëherë mbimbrojtëse, filloi të lëshonte pak. Ajo kuptoi se duhet të lindte Elirën të jetonte jetën e saj, jo ta mbante si një thesar të mbyllur. Kam pasur 34 vjet pa ty, tha ajo një ditë. Nuk dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime të mbaja peng nga frika. Dua të shikoj duke u rritur, duke jetuar, duke qenë e hapur. Arbeni nga ana tjetër gjeti paqe. Kërkimi 34 vjet kishte përfunduar. Vajza e tij ishte në shtëpi, dhe edhe pse vitet e humbura nuk mund të ktheheshin, ai kishte atë që kishte ndëruar çdo natë, familjen e tij bashk. Në pranverën të vitit 2027, gjykata në Kroaci dha një vendim për rastin e Angela dhe Tomislav Novak. Ata u shpallën fajtor për rrëmbim fëmije, por duke marrë konsiderat dëshminë e Elirës dhe faktin se kishin trajtuar mirë vajzën, dënimi ishte relativisht i butë, 3 vjet me kusht dhe shërbim komunitar. Elira shkëmbeu disa emaile me Angela pas vendimit. Nuk e di nëse mund të më takojmë sërish, shkroi Angela, por dua të dish se në pavarësisht se çfarë thot gjykata, në zemrën time ti do të jesh gjithmonë vajza ime, vajza që kam dashur me gjithë qenien time, edhe pse dashuria ime erdhi nga një origjinë e gabuar. Elira e lexoi emailin dhe qau. Nuk ju përgjigjaj menjëherë. Duhej kohë për të përpunuar ndjenjat e saj komplekse. Por më në fund, ajo shkroi mbrapsht. Angela, nuk mund të them se të fal plotësisht. Dhimbja është ende shumë e freskët, por mund të them se jam mirënjohëse për dashurinë që më dhe, edhe pse erdhi nga një origjinë e gabuar. Mëkat. Një ditë, ndoshta, do të mund të takohemi, por jo tani. Tani duhet të fokusoj në familjen time biologjike dhe në shërimin që duhet të ndodh. Kujdes, Elira, ajo që dikur quhej Marta. Në verën e vitit 2027, për ditëlindjen e 22 të Elirës, familja Kadriu organizoi një festë të vogël. Ishte e para ditëlindje që festonte si Elira Kadriu, me familjen e saj të vërtet. Lindita përgatiti një tortë të bërë në shtëpi, recet që kishte planifikuar të bënte për ditëlindjen e 5 të Elirës, por që nuk kishte pasur kur mundësin. Kur erdhi momenti për të shuar qirinjt, Elira u ngrit përpara tortës, e rrethuar nga Lindita, Arben dhe Reja. "Çfarë dëshiron?" pyeti Reja. Elira shikoi familjen e saj, të 3 fytyrat që tani e njihte dhe e donte kaq shumë, dhe u buzëqesh. "Nuk më duhet të dëshiroj asgjë," tha ajo. "Kam gjithçka që kam dashur ndonjëherë. Jam në shtëpi." Dhe kur ajo shau qirinjt, Lindita qau. Lot gëzimi këtë herë, jo dhimbje. Historia e familjes Kadriu nuk ka një fund tradicional të përsosur të filmit Hollywood. Vitet e humbura nuk mund të kthehen. Trauma nuk mund të fshihet plotësisht
dhe dhimbja e 34 viteve do të jetojë gjithmonë në një cep të zemrave të tyre. Por ka gjithashtu dashuri. Dashuri që mbijetojë ndarjen, dashuri që mban shpresën gjallë kur bota thot të heqësh dorë. Dashuri që, më në fund, sillte një vajzë të humbur në shtëpi. Sot, familja Kadriu jeton në Tiranë. Elira po përfundon studimet e saj dhe planifikon të bëhet infermiere pediatrike, sepse, thot ajo, dua të ndihmoj fëmijë të tjerë që janë humbur, friksuar ose vuajnë. Lindita dhe Arben janë tani në të 60-tat, flokët e hirt, por zemrat e mbushura. Ata kalojnë kohë me 2 vajzat e tyre, të 2 të dashuruara në mënyra të ndryshme, të 2 të çmuara. Ve çdo mbrëmje, përpara se të shkojnë në shtrat, Elira shkon në dhomën e saj, dhomën që Lindita mbajti për 34 vjet. Ajo merr Lulun, ku çedrin pelushi roz, dhe e mban për një moment. Dhe në atë heshtje, ajo fal. Fal vetes për mos kujtim. Fal Angela dhe Tomislav për të zgjedhur kaq keq nga dashuria e shtrembëruar. Fal familjen e saj për vitet që humbën. Edhe më e rëndësishmja, ajo fal jetën për t'i dhënë një shans të dytë, një fillim të ri. Sepse në fund, historia e Eliras Kadriu nuk është vetëm një histori humbje, është një histori shërimi, shprese dhe fuqisë së pamboshtur të dashurisë familjare. Kjo është historia e Elirës, vajzës që humbi në vitet 90 dhe rikthehet në familje pas 3 dekadash. Historia që ju tregova nuk është thjesht një përrall, është një testament se asnjë kohë, asnjë distancë, asnjë rrethan nuk mund të shkëpus lidhjen midis një prindi dhe fëmije. Tani ju pyes ju, duke ju ftuar të komentoni. A mendoni se gjaku vërtet nuk harron? Si do të keni vepruar në vendin e Linditës dhe Arbenit? A mund të falni dikë që ju ka dashur mirë, por ju ka vjedhur identitetin? A është 34 vjet shumë vonë për të filluar sërish? Shkruani mendimet tuaja në komente. Ndani përvojat tuaja nëse keni një histori të ngjashme. Dhe nëse ky rrëfim ju preku, mos harroni të shpërndani këtë mesazh me të tjerët. Sepse në fund, të gjithë jemi duke kërkuar diçka. Familje, identitet, shtëpi, dashuri. Dhe ndonjëherë, ajo që kemi humbur mund të gjendet përsëri, nëse nuk heqim dorë kurrë nga shpresa. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Zemra juaj dhe komentet juaja do të jenë pjesë e kësaj historie.